Nxënësit e shkollës së mesme profesionale Hasan Gina kanë pritur në ambientet e shkollës së tyre sektorin e mbrojtjes nga zjarri të Bashkisë Lushnjë. Fal bashkëpunimit me këtë shkollë profesionale, sektori zjarrfikse ka zhvilluar një orë mësimore, ku fokusi kishte puna e zjarrfikseve. Nxënësit kanë parë nga afër mjetet e punës dhe shpjegimet e zjarrfikseve se si duhet të sillen në raste të zjarrit, përdorimit të bombolave fikse dhe të tjera. Zjarrfiksit kanë demonstruar për nxënësit punën e tyre se si punohet për shuarjen e zjarreve dhe se çfarë duhet bërë në raste emergjencash. Kjo është forma që mundohet. Edhe hyn zjarri në fym me kthejje i mbrojtur, sepse kjo ka vetëm oksigjen nga bomba, ka vetëm oksigjen të brendshëm, nuk ka asgjë tjetër. Kështu që në këtë formë ne i mbrojtur. Siç e keni parë për gjithmonë kur janë ambientet mbyllura. Kur janë me ambientet mbyllura. Kur janë një fjalë me shkolla, e konvikte, banesa, pallate, do të hyshme me këtë lloj, sepse kanë Sektori i zjarrfikseve të Lushnjës ka treguar arsenalin e tij që disponon për të kryer punën në ndërhyrje në raste zjarri dhe emergjencash të tjera si në aksidente ashtu edhe në fatkeqësi natyrore.